kjo është puna e policisë, është puna e hetuesve, të cilët kanë detyrimin ligjor të administrojnë në mënyrë të kujdesshme e zaruese, sa më të plotë dhe në bashkëpunim të ngushtë dhe bazuar në besim me organin e akuzës, qoftë ky prokuria e përgjithshme apo prokuria e posaçme, si dhe me partnerët ndërkombëtar, dhe unë mjaftoj të shoh rezultatet. Nëse unë jam i kënaqur me rezultatet, me performancën, për mua mjafton dhe besoj që sipas ligjit policia e shtetit ka kryer detyrën. Komentet mbi çështje konkrete do të ishin papërshtatshme, pasi në kuptojnë se një përfshirje të nivelit politik në çështje operacionale. Kjo nuk do të ndodhë dhe nuk ka për ndodhur asnjëherë. Pa dyshim, unë jam i bindur që drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit, në prioritetet e tij, siç i bëri me dije edhe gjatë ceremonisë së prezantimit, njoftoi ndër prioritetet kryesore edhe forcimin e besimit me partnerët brenda dhe jashtë vendit, ku sigurisht rol të rëndësishëm kanë dhe prokuria e posaçme, dhe padyshim çdo marrëdhënie bashkëpunimi bazohet në besim, dhe jemi plotësisht kontshient për këtë, dhe unë jam i bindur që në vijim ne do të kemi shumë raste ku ju do të shikoni në fakt që ato rezultate pozitive që do të arrihen janë pikërisht tregues i besimit mes agjencive ligjzbatuese, konkretisht policisë së shtetit dhe organit të akuzës. Është një ngjarje konkrete që do thotë kërkesa juaj për koment nga ana ime nuk mund të adresohet për vetë faktin sepse do kërkonte përfshirjen e një titullari politik në çështje operacionale. Vlerësimin mbi nivelin e hetimeve të bëra nga policia e shtetit e bën vetëm prokurori i çështjes. Që thotë këto informacione disponojnë vetëm oficerët e policisë gjyqësore dhe hierarkia e tyre që ndjek në kuptimin policor, por dhe gjithë porositë e deleguara nga prokurori i çështjes, të cilët bëjnë vlerësimin e nivelit të hetimit dhe sa janë ezaruar gjithë mekanizmat ligjor që ofron ligji procedural, por edhe ai penal për shterrimin e hetimeve. Kështu që nuk mund të ketë asnjë koment nga ana ime si për këtë ngjarje, aq më tepër për afate, sepse afatet përcaktohen nga kompleksiteti i çështjeve dhe nga gjithë masat e nevojshme